Po bëhet digitalizimi i gjithë pjesës, do bëhet park, që do ketë më parking me kinesh. Do të këtu në zona të kemi bërë unazën, në vogël qytetit. Ka disa vepra shumë bukur me shatërvone, me stola, për të moshuarit, me ambient relaksuese. Të bëjë që të gjithë pjesa sheshit. Buri që vendoset është nga zona, që të ketë edhe pjesën e forcës, edhe nga pjesa e ngritjes, edhe nga pjesa e natyrës. Dhe kemi pa me gjatë mirë. E këshim planifikuar për ta bërë poshtë parking, poshtë me tunele poshtë. Ka tunele. Tunelet e poshtë e vetë gjithë qyteti dhe gjithë këtu. Ja si e? Si të kam? Si do të mirë, formë? Si e mirë. Ku jemi në bosë, ku jemi? I fort. Successo, successo. Respekte shumë. Doktor, respekte shumë. Respekte. Po, është pjesë e parë e sheshit dhe është pjesë e dytë. Po ke restauruar dhe atë më duhet, Do t'vine vetëm i kemi bërë një kështu, restaurim pjeson në gur. Kjo është që në kohën e Zogut 1920. Ne kemi edhe një projekt që ta realizojmë gjithë, komplet edhe si godina në sheshit. Dhe gurë, janë lustrum. Janë pastru, pra, janë lustrum, janë lymë, janë sistemum, katën e parë dhe pjesën e katën e dytë. Ndërsa këto katën e tretë është bën kohën e komunizmit, dhe duhet edhe këto pllakat që janë, do të duhen pastru gjitha, ose duhen vendosin këto tjera. Se ka qenë dy katëshe. Po, ka qenë dy katëshe. Në 1920, kur është shpallë prefektura e Matit, kjo ka qenë dy katëshe. Dhe gjithë projektin e burreve kanë bërë arkitekt italian. Edhe nuk është prek, nuk është prek. Kemi qenë të njësë gjithë qyteti është me tunele poshtë. Për 15.000 banorë, edhe bëjmë një projekt të digitalizojmë gjitha. Ka qenë komanda qendrore për shtabin e ushtrisë. Po do bëjmë një projekt aty. E kemi bërë për fondë zhvillimit.